Përshëndetje njerëz, një premtë e re dhe një temë tjetër për të diskutuar. Dhe ne sot kemi vendosur që të flasim pikërisht për atë premtimin që japim vetes çdo fillim viti që do nisim palestrën janar, do nisim javën tjetër, do nisim dietën këtë javë tjetër, por që sa më shumë që flet aq më shumë shtyhet dhe nuk vjen kurrë. Ne sot në studio, siç mund ta shikoni tashmë, nuk kemi Redinelën, për arsye e cila do japi llogari javës tjetër. Ajo mungon këtu, por megjithatë e kemi kompletuar studion në mënyrë më të mirë të mundshme. Kemi me ne Jamesin, që është instruktor palestre dhe njëkohësisht dhe tour guide, thuhet në anglisht, nuk e di nëse ka një fjalë gjetse në shqip. Udhërfyes guidash, ku do flasim për të dyja këto, por le ta nisim me këtë të parën. Ti je instruktor palestre? Po, domethënë, në kohët e fundit reklamohet shumë një jetë e shëndetshme, një jetë domethënë e pasur etj. Në karrierën tënde, sa të ka rezultuar që njerëzit realisht vinë në palestër me dëshirën për të pasur një jetë të shëndetshme dhe për të bërë diçka me kohën e tyre, apo thjesht vinë se është një trend i momentit dhe për të arritur këto linjat e Kardashianëve në rastin e vajzave, apo në çunat në rastin e djemve për zmadhuar krahun etj. Të gjithë marrin një motivim nga videot që shohin në TikTok, në Instagram, nga i lifestyle që bëjnë të tjerët. Edhe e marrin mundimin, bëjnë gjë më të mirë që të paktën të vinë edhe të mundojnë të ndryshojnë jetën e vet. Duke qenë se kërkon kohë që të kesh rezultate dhe të kesh atë që ata të tjerët e kanë arritur ndoshta për vite, mbas një kohe demoralizohen që nuk po shohin dot rezultate edhe heqin dorë, po them, ose fillojnë prapë me atë jetën e shturur, duke mos mbajtur një regjim, po them, ushqimor, regjimin e dur, stërvitor, edhe gjumin që janë tre më të rëndësishmet. Duke mos i mbajtur këto të treja, nuk është se pritet të kesh një rezultat shumë wow. Duhet të shkojnë që treja bashkë edhe kërkon kohë. Për sa kohë nuk i jep vetes. Po, nuk i plotson këto tre kriteret, është vështirë për të arritur atë rezultatin. Kërkon edhe kohën e vet. Ti e ke nisur tani në janar, je nga ato të pakta. Jo, unë kam qenë vitin e kaluar, kam qenë me 6 muaj. E ndërpreva për arsye logjistike të cilat nuk do t'i përmendim, se është një biografi, nuk justifikohet. Dhe po, e kam nisur prapë në janar. Tani po shkoj rregullisht, por këtë muajin e Ramazanit nga që unë agjiroja kam çik vështirë. Por që kjo java e parë, por që po shkoj. Edhe mendoj që e kam nisë më mbar këtë janar. Edhe po e marr çik me seriozisht siç duhet, se do kur shkova herën e parë shkova 6 muaj, po nuk mbaja fare regjim ushqimor. Tani po e mban. Po, deri diku. Krahas me atë çka bëja më parë, po e mbaj. Dhe kisha shumë vështirë ta konceptoja që un po shkoj në palestër, po ushtrohem ku ta di un 3-4 herë në javë, nga 2 orë etj. Dhe mua nuk më duhet patjetër që të mbaj të regjimin ushqimor për të arritur ato rezultatet që un dua me trupin tim. Sa herë në javë shkon? Unë shkoj 3 herë në javë, domethënë aq, më shumë nuk shkoj, më pak nuk shkoj, e kam të pamundur, domethënë. Sa është më e mira e mundshme, sa ditë në javë duhet të shkosh në palestër? Në varësi të qëllimit që ke, edhe në varësi të regjimit që mban me ushqim, me kohën e pushimit, nëse nuk je i rregullt me këto të dyja, mund ta reduktosh, domethënë palestrën, që mund të shkosh 2 deri në 3 herë në javë. 2 deri në 3 herë në javë është edhe më optimale për gjithë njerëzit që nuk përdorin steroide, se ajo është temë tjetër pastaj, sepse trupi do të cekim dhe atë pa merak. Do e prekim edhe atë pak më vonë, por trupi nuk arrin të procesoj, nuk arrin të rikuperoj muskujt në një kohë kaq të shpejtë. Edhe i duhet pak më shumë kohë që të rikuperohet. Po në 2 ose 3 ditë që ti po përmend, si mund të bëhet ajo ndarja e muskulëve? Pastaj ajo varet edhe qëllimi që ti ke. Nëse ti shkon në palestër për të ndërtuar një trup të bukur, trup estetik të bukur, atëherë do punosh për mangësitë tua dhe ato që i ke të mira ti prekësh që ti bësh akoma më të bukur. Por fokusohesh te ato që i ke mangët, që të bësh një trup të rregullt, që mos kesh shumë diferenca. Ti ceke pak pjesën e proteinave, e steroideve, më fal. Gjilpëra. Po, gjilpëra. Por nëse ka dhe proteina, ka dhe gjëra të tjera, suplemente që po rekomandohen gjërësisht në rrjetet sociale, që nuk e di se sa e sakt dhe gjë e duhur për të bërë është në pikpamjen e një instruktori palestre që është më në brendësi të këtyre gjërave. Proteinat dhe suplementet e tjera ndihmëse që janë për trupin nuk janë të dëmshme. Siç dalin lart e poshtë, mos përdor ose. Ke fjalën edhe për kreatinën. Edhe për kreatinën këtu. Sepse nëse shef njerëz që janë, po them, jo obez, po aty afër, domethënë dalin e thonë që këto janë të dëmshme, mos i hani, mos i pini, se ju dëmtojnë shëndetin e këto, ndërkohë që nuk e shohin domethënë veten e vet, jetën e vet, se çfarë po konsumojnë. Përveç kësaj janë disa suplemente që edhe trupi njeriu i prodhon vet. Po flasim për
kreatin protein që i prodhon vetë trupi, po jo në sasi shumë të mëdha, sepse i prodhon në një sasi që të mund të përmbush nevojat e veta jetësore. Në moment që ti bën aktivitet fizik, kalon atë limitin e stërvitjes, limitin e aktivitetit që gjatë ditës, se mund të jesh gjithë ditën në lëvizje, do të thotë që duhet me patjetër të jesh në palestër, atëherë duhet marrësh diçka nga jashtë. Në rastin më i mirë është ushqimi, që ti duhet marrësh ushqime me proteinë më të lartë edhe me karbohidrate që janë të pastra, jo sheqerin edhe këto që por karbohidrate të pastra që janë ndihmëse edhe që nuk bëjnë dëm në organizëm. Nëse ti nuk i plotson dot nga ushqimi, sepse jeta jote është shumë në lëvizje, atëherë mund të marrësh proteinën. Por proteina prapë është një sasi shumë e vogël përmbushëse për të gjithë proteinën, sasinë e proteinës që duhet marrësh gjatë një dite. Kështu që ajo është pothuajse. Domethënë ky miti që proteinat janë të dëmshme nuk qëndron, rrëzohet poshtë. Rrëzohet poshtë sepse prodhohet nga qumshti, nga hira. Edhe nuk është se ka pastaj se si përpunohet në laborator, nëse ty duhet për ndërtim mase ose për humbje të peshës ose proteinë e pastra, ajo është tjetër ndarje, pastaj varet nga qëllimi mishtike. Edhe lloji proteinës. Po mira, mund të arrihet ai trupi ideal pa proteina për shembull, në mënyrë natyrale. Mund të arrihet edhe në mënyrë natyrale, por sasia e ushqimit duhet të jetë shumë e madhe për të mbushur këtë numrin e makronutrientëve. Po, të proteinave nevojshme duhet të ketë organizmi. Po për steroidet nuk jam dakord. Steroidet janë tjetër gjë, pse steroidet janë kimikate. Është diçka që përpunohet në laborator, janë sintetike, është e jashtme. Je duke i futur trupit drogë, është drogë edhe ajo. Droga e mirëfillt. Droga e mirëfillt, sepse sot më ka ndodhur edhe mua shumë, edhe është hapur, është bërë shumë e gjerë nga që njerëz edhe trajnera fitnessi i shesin vet, edhe kanë përfitimet të mira duke i shitur, përfitime të mira duke i shitur, kështu që dikush që shkon i ri edhe sheh një trup të bukur, kërkon që ta arrijë për një kohë të shkurtër, kur është e pamundur për ta bërë atë gjë se un kam vite që stërvitem edhe nuk pretendohet që një që vjen me 2 javë ose me 2 muaj të marrë mua trupin tënd. Edhe nëse unë i them që duhet marrësh edhe këtë, merr edhe këtë tjetrën që të kesh rezultate më të shpejta, ai nuk di edhe normalisht shtyhet nga ti. Sepse pastaj futet edhe kjo, ti je duke i shitur edhe do t'ja mbushësh mendin se ato shiten ilegalisht, sepse me sa diun ligjërisht steroidet nuk lejohet që të përdoren. Rekomendohet të jetë si një lloj droge, është e jashtëligjshme. Domethënë paska spaçator për bar, paska të spaçator për steroide në qarkullim. Edhe që nga vetë instruktorët e palestrës, interesante në fakt. Ata janë në kontaktin e parë me këta njerëz, me klientë. Kapi lajmin, vazhdojmë. Me këta klienta. Nëse ti nuk ke një qëllim që të marrësh pjesë në një kompeticion dhe ta ndjekësh më gjatë këtë rrugë, atëherë, okay, ty të duhet i marrësh ato që të kesh muskuj më të mëdhenj, të kesh performancën më të mirë në stërvitje. Nëse ti nuk e ke këtë lloj qëllimi, që ti dalësh në kompeticion edhe të pretendosh përfitime të mëdha, por në Shqipëri me sa di unë, me sa informacion të mirë kam unë për këtë pjesë, nuk e se ka ndonjë përfitim shumë të madh, që dalësh edhe thjesht titulli, mjafton që ke dalë kampion bodybuilding edhe nuk e se përfiton të ardhura nga ajo. Domethënë maksimumi në një reklam ose mund të jetë ndonjë klient më shumë që mund të të vijë. Po, nuk ekziston si kulturë në fakt, që të ekzistojë si sport ose si punë në vetë. Ose është tjetër Amerika për shembull, që ka Mr. Olympia apo shtetet e tjera të Evropës që suportojnë shumë bodybuilding. Edhe financiarisht gjithashtu, se kjo është problematik në vete këtu te ne, sepse edhe sportin nuk ka anë financiare, jo më bodybuilding që nuk njihet. Po, nuk njihet. Është vitet e fundit është futur si trend. Edhe nuk është se ka ndonjë shtys shumë të madhe. Jo, po është ideja këtu që nëse në botë merr një bodybuilder përfaqëson veten në një rang ndërkombëtar ose më tepër, domethënë ka dhe një grup të caktuar pas vetes, për shembull dietologun, ka trajnerin, ka çdo person, ndërsa në Shqipëri ti ke një trajner që është dietolog dhe trajner dhe gjithçka tjetër e nevojshme që normalisht bën që puna të çedoj. Sot është bërë edhe prap një diçka që mund mendoj se është shumë gabim për mendimin tim gjithmonë, që mos dalim edhe të thon pasaj që me 6 muaj apo me 1 vit palestër, duke qenë instruktor salle, po them, ose thjesht duke marrë informacione se si funksionon palestra, nuk mund të dalësh personal trainer, edhe të merresh me problematika që mund të ketë dikush, sepse dikush vjen se kërkon suportin e dikujt nga që nuk di ushtrimet. Dikush mund të ketë edhe një problem shëndetësor dhe kërkon ndihmën e një profesionisti të kësaj fushë, të një specialisti. Ti duke mos pasur shumë informacione dhe eksperiencë, sepse me 1 vit mos pretendoj që të kesh ndonjë eksperiencë wow, sepse nuk e di se çfarë mund ndodhi. Dashur pa dashur, fillon për të marrë disa lekë më shumë, jep edhe një dietë. Mund ta blesh edhe në internet atë dietën, pasin e problemi, blem plot. Mjafton të futesh të googlosh dhe ble. Ta bën ChatGPT. Po sa shitet një dietë? Nuk është se kam ndonjë informacion
Shumë të saktë Po mirë, mesatarisht nga se varion. Përfshin në çmim, domethënë edhe stërvitjen edhe dietën ja bëjmë paketë, po them, edhe ja nxjerrin 350-400.000 lekë, 300.000 lekë në varësi edhe të në muaj. Në muaj, po. Dhe ti paguan këto lekë dhe prapë nuk ke siguri që do arrish rezultatin se mund biesh prej mashtrimit. Ke siguri se mund të arrish rezultatin sepse ti nuk e di se si funksionon trupi jot. Ti duhet bësh analizën përpara që të shohësh nëse ke alergji nga ndonjë ushqim, nëse të bën domethënë një intolerant ndaj diçkaje. Edhe të dieta që dikush ty ta ka dhënë, ta ka shitur se e ka marr gati, se nuk ka informacion, se dietologjia është shkollë vete. Nuk është diçka që ti mund ta mësosh qoftë edhe nga një kurs online, sepse është shkencë. Shkencë nutricioni. Në momentin që ti e merr diku të gatshme, ti thjesht i di se sa si proteine duhet t'i japësh edhe sa duhet t'i ulësh yndyrnat edhe karbohidratet për ta ulur nga pesha. Mirë, po ti nuk e di se këti mund t'i bësh shumë dëm në organizëm, sepse mund të bëj reaksion, mund të ketë reaksion nga një ushqim, edhe ti je duke dëmtuar, duke qenë në spital. Mos flasim pastaj për teknikat e ushtrimeve që janë shumë të rëndësishme dhe se si punojnë me peshat që janë duke sakatuar. Dëme muskulare pafund. Tani unë nuk më mban vendi për këtë temë, se unë dhe Jamesi kemi vite që njihemi dhe punojmë bashk, dhe çdo informacion që Jamesi po jep është diçka që unë kam kaluar dhe mbi kurizin tim vet. Dhe diçka tjetër që po mendoja unë ndërkohë që Jamesi po fliste, këto instruktorët e sallës ose edhe unë, nëse do më vi mendje tani të bëhem një instruktore personale, unë mundem ta arrij me mendjen time, sepse mundem ta mashtroj klientin me fizikun tim, por është ajo që po përmendte Jamesi. Unë asaj mund të jap ushtrime që kam parë që në trupin tim kanë patur efekt dhe mund të jap dieta ushqimore që trupi im ka dhënë efekte. Po nuk e dia do t'i bëj puna saj apo jo, dhe mund të dalë dhe mashtrues në fund të ditës, ose një përgjegjësi akoma dhe më e madhe t'japi asaj reaksione dieta që unë i bëj. Por raste që persona specifik mund të kenë pasur dëtime të rënda në pjesën muskulare apo në kockat e tyre si pasojë e aktivitetit ndoshta të egzageruar sportiv. A ka ekziston domethënë si risk? Ka, po që tek fakti që mund të jepet ushtrimi gabim, jo vetëm pesha e madhe, po edhe nëse e bën në formë të gabuar. Teknika është shumë e rëndësishme. Në qoftë se mua personalisht dikush më kërkon një këshill përpara se ta kem klient apo diçka, se në fundit s'bën asgjë të keqe duke i dhënë ndihmë një të riu, duke motivuar që të vi, sepse përveç përfitimeve fizike, të cilë përfitime shumë të mira edhe për shëndetin mendor. Të largon stresin, të rrit vetbesimin, të ndihmon që të ndërtosh një lloj jete ndryshe nga ajo që je mësuar të bësh më përpara. Po them, bën një jetë më të shëndetshme, jemi i shëndetshëm edhe nga ana psikologjike edhe nga ana fizike. Të ndihmon shumë. Tani në momentin që dikush vjen edhe më kërkon një këshill për një ushtrim të caktuar, duhet shumë kujdes në mënyrën se si është duke ekzekutuar ushtrimin, sepse është shumë e thjeshtë të vritesh. Sepse si fillim dikush niset edhe sheh një ushtrim nga pesha, nëse është peshë lehtë, thotë e merr edhe me këtë syrin tjetër që i vjen turp nga dikush që është duke bërë me një peshë më të madhe dhe shkon me një peshë më të madhe. Jo, këtë e kam pasur unë gjatë gjithë kohës time në palestër. Jo, e di çfarë është puna. Për shembull, kur nisa në palestër në fillim, un kam qenë sa i bie vjet 16-17 vjeç, kam nisur para qershorit, po. Edhe nisa, domethënë, shkova unë qefi masi të shkoj në palestër hera parë. Edhe nuk e di pse, kur shikoja domethënë persona të tjerë që mund të kishin kohë me mua, dhe bënin ato, domethënë ushtrimet me krah, me gjera, me pesha shumë të larta, ndjeja si fare përgjegjësie që duhet ta bëj dhe unë. Vjesha në siklet. Kur më vinte instruktori më thoshte, do e bësh setin e parë me pesë, se ja ke marr dorën, pastaj do rrisësh gradualisht te 10 etj. Jo, më nuk e bëja dot, domethënë më kupton, më dukej sikur po lija nam, sikur gjithë po vinin më shikonin mua, edhe ishte një moment shumë i sikletshëm. Është shumë e vërtetë se është edhe shumë kjo presioni psikologjik që merr kur shef dikë që bën me një peshë më të madhe, ndihesh. Ka nga ata që e kuptojnë që mundem ta bëj, do t'jap vetes kohë, ka nga ata që domethënë tentojnë ta përshpejtojnë procesin, po kjo të bën keq me pak fjalë. Kjo të bën keq sepse trupi nuk është përgatitur për të përballur një lloj presioni aq të madh në muskuj, në kocka, në tendina, fillojnë domethënë kërkon kohë më të gjatë akoma. Nëse ti punon me pesha shumë të mëdha, që ndryshon mënyra e të stërviturit, se kalon në powerlifting pastaj, duhet pushimi të jetë ndryshe, ushqimi të jetë ndryshe, mënyra se si bëhen ushtrimet është ndryshe, domethënë është komplet tjetër. Edhe në moment që ti bën powerlifting, është rreziku më i madh. Edhe sot e bëjmë plot që mundojnë shohin që ngrejnë pesha të mëdha dhe mundojnë të çojnë edhe ata pesha të mëdha duke bërë powerlifting. Powerlifting është për ata që kanë goxha eksperiencë dhe është një fushë që nuk përshtatet shumë me palestrat edhe me të rinj, ose unë shoh shumë te palestra ku jemi për shembull, që janë çuna nga gjimnazi, 5-16 vjeç, 17 vjeç, që vinë edhe tentojnë ngrejnë pesha të mëdha.
teknika është Që në ditët e para. që në ditët e para. Teknika nuk formën e është kanë si të duhet, gabuar. forma është shumë e gabuar. Duke qenë një formë e gabuar një ditë apo një tjetër, unë nuk e di se si hyrua Zoti ai shumë që nuk dëmtohen, Nuk janë sepse dëmtuar kur i shoh, akoma. Po, domethënë ti kur i nuk shoh sa gabim janë, është thjesht çështje kohe përpara se të sakatohen. Se Po, nëse dikush nga ata Eksperiencë personale që ndau dhe revi dhe unë në fillimet e mia të palestrës kur sapo isha futur, thjesht shikoja persona dhe unë nuk konkuroja kur me vajzat e tjera. Unë kam diçka që kur nuk e kam konkuruar me një çunat. vajzë me vajzë tjetër. Unë konkuroja me çunat. po mraf pika mu, ti do bësh hulku, ti do ja kalosh dhe hulkut. Prit. Hmm. Shikoja një djalë që ngrente një peshë të caktuar dhe unë shkoja mbas atij me të njëjtën peshë dhe e bëja. Më plaste damari, nervi, çdo lloj gjë e bëja. Deri në një periudhë pastaj që kur shikoja veten në pasqyrë nuk e doja më trupin tim ashtu siç isha bërë. Me thënë e urreja çdo gjë. Si që hulku isha pra, futur. siç e gjeta fiks hulku edhe hoqe dorë. Po. E po mirë, po kjo pastaj futet prapë te kërkesat që ti ke, që kërkesat e tua janë një çik, domethënë Po, i kam janë një kërkesa. çik kërkesat shumë të çuditshme. Por Nuk është se janë të pamundura, por kam patur rezultate. Po jo, pasur ideja rezultate në është rregull. që ti kur shkon në palestër, domethënë duhet bësh atë analizën që ç'ash më mira për trupin tënd dhe që ti mund bësh në një kohë shtrire më të gjatë. Edhe unë dua për shembull ta nis palestrën në prill, edhe në qershor ta kem trupin gati për verë, por është e pamundur. Dhe po ta sforcoj veten në gjëra të këtij tipi që ti sapo përmende, normal që përgjegjësia pasi do bjerë po tek unë. Tani me pak fjalë 2 sekonda të lutem. Nga diskutimin e kuptuam që regjimi ushqimor në regjimi të ushqimor mos nxitosh me peshat janë dy ndër gabimet kryesore që të rinjt ose personat bëjnë në palestër, po një i bëhet tretë. rëndom. Një problematik madhore që ndodh rëndom nëpër palestra dhe që duhet ta apelohet që të përmirësohet se nuk është mirë as për shëndetin, as për etikën e palestrës etj etj. Cila mund të jetë? Sjellja është shumë e rëndësishme. Higjiena. Higjiena, personat që punojnë në palestra, qoftin instruktor salle ose instruktor personal, duhet të jenë të certifikuar për atë punë, sepse unë po flas për veten time, po unë kam bërë vite shkollë, janë vite që I mbartë në i kurriz. mbarë në kurriz, edhe përveç viteve të tjera eksperiencë tjetër që kam 9 vite që bëj palestër, domethënë janë një kohë shumë e gjatë. Një person që nuk e ka këto eksperjenca nuk mund dalë edhe të flasë që unë jam instruktor palestre, edhe nuk mund të flasë që unë jam personal trainer edhe unë mund të ndihmoj ty të ndryshosh jetën. Ai mund ndryshoj veten e vet, po, se di si stërvitet, po të stërvisës si jetën është një gjë komplet tjetër. Edhe mendoj se edhe kjo duhet shihet shumë, por në Shqipëri nuk ka kontrolle për këtë punë. Kurse jashtë shtetit është kriter kryesor, që nëse ti duhet të punosh në një palestër, ti duhet të kesh me patjetër certifikimet që ata të marrin konsiderat. Që të marrin konsiderat. Po, të marrin konsiderat dhe pastaj punësohesh tu, punësohesh direkt, s'ka nevojë fare për konsideratën. Këtu punësohesh direkt se është edhe një tjetër problem, është edhe pagesa. Këtu pagesat e palestrave për instruktorat po flas, është qesharake, më mirë mos preket fare, po është domethënë nuk është e drejtë, Domethënë nuk paguhen ai sa nuk paguhen duhet sa të paguhen? duhet. Jo, nuk paguhen sa duhet. Duhet të paguhen më shumë edhe të ketë ndihmë më shumë për këta. Po, sepse ndoshta është dhe ky gjykimi që nuk e vlerëson sa ç'duhen, kupton se njerëzit mendojnë që shkoj e bëj vet, për çfarë duhet mua ai për të treguar si të përdor pajisjen. Gjithsesi ai duhet jetë aty. Është një mendësi pak e gabuar ndoshta. Kjo është gjë që doja të prekja unë kur u futa në fjalën tënde, doja të thoja që është shumë e rëndësishme se edhe nga eksperiencat që ne ndam, që sidomos fillestarët që nuk kanë idenë e palestrës, duhet me patjetër të kenë një profesor mbi kokën e tyre, një trajner, për ta mësuar më shumë se çfarë duhet të bëj dhe me peshat, si të luaj, me setet dhe me çdo lloj gjëje tjetër. Të paktën fillimin. Fillimet e detyrueshme duhet patjetër një instruktor. Ama nuk kam edhe një pyetje, është pak shumë budallik të ta pyes, shumë po është informacion TikToku. Jam frymzuar nga TikToku për këtë pyetje. Aman, çfarë është ky Shilaiti? Domethënë, për çfarë të hyj në punë dhe çfarë dobi e ka në jetën e dikujt për ta përdorur dhe për ta pasur? Shilaiti është një substancë natyrale që prodhohet vjen nga dekompozimi i bimëve, i disa rënjeve të bimëve që ndodhen në Alpe, në Himalaj, jo në Alpe shqiptare. Po. Ka substanca bioaktive dhe përmban minerale të shëndetshme, por nuk i dihet se sa të shëndetshme janë, sepse për sa kohë vjen e përpunuar ose vjen diçka nuk e dim se çfarë mund të ketë në të. Rrit energjinë edhe qëndrueshmërinë, rrit edhe nivelin e testosteronit. Këtu
këtu nuk është se jam shumë dakord për sa kohë të rrit nga jashtë vjen një diçka që ty të rrit testosteronin dhe në moment që ti e ndërpret atë testosteronin me Është si steroid thuash. është si steroid sepse në momentin që ti e le atë edhe testosteroni ty të kthehet në normalitet aq sa e prodhon trupi jote dhe nuk rritet sepse ti je duke bërë aktivitet më shumë, do të thotë që është një lloj steroidi. Është nga bimet, asnjë gjë të keqe s'ka se ka plot bimë të tjera që të ndihmojnë që ti të rrisësh testosteronin. Nuk është se jam shumë dakord me këto që dalin sepse shumica sot e kthejnë edhe në tregti. Nuk do bësh namje se do marrësh një shilaj do ta provosh edhe do bësh hulku. Mjafton ushqimi të jetë në rregull, stërvitja edhe pushimi të jenë në rregull, regjimi janë këto janë më të rëndësishme. Pastaj kjo pjesa tjetër e shilaitit, ashpanganda kur doli një kohë që edhe ai është për marketing për të shitur. Gjithsesi unë nuk jam shumë kundra, siç i dola kundër steroidit, shilaitit nuk është se jam shumë kundra, se mendoj se është diçka natyrale. Edhe në fund të ditës një person që unë nuk e kam përdorur kur. Mënyra ime Ja. Flasim me fakte, me dokumenta. Diçka që unë përdor për energji, mund të duket e çuditshme, mund të më shani çfarë do lloj gjete mundshme, unë përdor mjalt edhe krip. Do të thënë, unë ha mjalt dhe direkt mbas mjaltit krip. Para palestre. Po, para palestre, që të më hapi energji gjatë Po palestrës. sa krip ha, një luk çaj, luk pre-workouti im, një luk çaj krip edhe një luk të plot, një luk krip. Jo mal. Ke për të pas disa veshka aq të shëndetshme pas disa vitesh sojris. Po për zotin Adi, ai është pre-workouti më bomb. E sugjeron këtë si metodë? Nëse do një pre-workout që mund të jetë shumë i mirë, mund pish një kafe më përpara, edhe ajo është një pre-workout i mirë, s'është në gjë. Nuk e pi kafe, nuk pi Red Bull, po ma ka ndaluar dhe Red Bulli, kështu unë vazhdoj me mjalt. Më mirë të pish kafe se sa Red Bullin, është diskutuar shumë. Pijet energjike. Pijeve energjike dhe kolave. Unë vazhdoj me mjalt dhe krip, edhe gjatë gjithë stërvitjes ujë, limon dhe krip. Një sekonda, a është vërtet domethënë është thjesht metodë e risi që funksionon për këtë apo është gjë e mirë mjalti dhe kripa? Është një diçka, po them, që aplikohet shumë, nuk është se kam marrë një informacion shumë të madh në lidhje me këtë që bëjnë një kombinim të kripës, të limonit edhe të këtyre që të ndihmojnë që ti të jesh më i hidratuar. Që ti jesh pak më i hidratuar, se nuk e kam provuar te vetja. Bombën e gurave në veshka. Ata që e shesin TikTok nuk e di se sa e besueshme ose nëse nuk e provoj vet nuk e rekomandoj dot dikujt, po nuk më duket shumë është shitet kjo gjë në TikTok? Jo, domethënë. E kam parë video tek këtu, këtyre të tjerë që thon, po besoj edhe ti aty e ke pa. Problematika është që ti nuk thini disa vite më parë dhe ti ishe e para, më kupton? Është fatkeqësi në jetën tënde, nuk të kanë kopjuar, por lëre. Atëherë unë kam dhe një pyetje tjetër se nuk e di, ndoshta jam unë thjesht i pa informuar, po se shumë pyetje pas kam këtu sot, po nejse. Interesante. Do ta lidhem me eksperiencën personale. Atëherë unë kam pas një fazë në jetë, jo se ka ndryshuar shumë, e kupton se nuk është se jam ndonjë ku ta di unë etj. Ndonjë kështu muskuloz, ndonjë elegancë e madhe, por që nejse, ka pas një fazë jetë që kam qenë realisht shumë i shëndosh. Domethënë thonin bol, kam qenë ndoshta jo obez, por drejt asaj rruga ose shumë pranë. Do të thënë BMI-ja mbi 25, kjo është pak për e sigurt. Që është shenja e obezitetit. Edhe BMI-ja është tjetër çështje se është lidhje me proporcion me peshën edhe me gjatësinë. Me gjatësinë, po, domethënë unë kam pasur të kam qenë më i shkurtër, domethënë deri nga klasa 9 vjeçare, kam pasur domethënë një proporcion jo të duhur të gjatësisë me peshës. Domethënë kam qenë një gjatësi mesatare ose e shkurtër ndoshta. Dhe kam pas një peshë trupore shumë të madhe. Domethënë kam pas shumë. Dhe ajo që më bëri mua, domethënë ta kapërceja si gjë dhe që më bëri shumë hajër ishte fasting. Tani, e kam bërë se më bën me të jam kashar, po prisim ta mbaroj. Domethënë nuk e di se ka njerëz që thonë që nuk është e mirë për shëndetin, nuk të bën tjerë. Po mua më ka bërë hajër sepse unë për 3 muaj unë kam humbur diku te 10 kg me fasting. Edhe më shpëtoi nga një situatë e zymt në ato momente. Si e ke bër fasting? Fasting si Jo, unë fasting e kisha kështu, domethënë unë e pash në internet e googlova dhe kisha domethënë me orar, haja midis orës 12 edhe 6. Për te këtyre orareve ti mund të haje vetëm ujë, lëngje frutash, kafe etj. Jo lëngje frutash, domethënë frutash të blera me sheqer, lëngje frutash të bëra vetëm. Nuk është dëmshme. Kështu thuaj, prit tani ta them çka kam lexuar unë si e kam bërë. Dhe duhet të eliminoje
sa më shumë që mundeshe, brumrat, gjërat me shumë ndyrë dhe patatinat. Unë këto 3 muaj realisht unë nuk kam futur patatina, çokoladë angojë, se thjesht e bëra si parit vetes me kuto do heq kile edhe pikse duat betoam, po. Unë atë ver kam humbur 10 kg për 3 muaj me fasting. Ai mora mbrapa. Po. I mora, po. I mora. Por i humba 10 kg. Tash unë nuk i mora, nuk lash fasting sot dhe unë brenda javës tjetër mora 10 kg. I mora, domethënë gradualisht gjatë vitit e tjerë duke u rritur, duke u zgjatur, duke shtuar peshë. Po jo se lash prapë i merr për një kohë i merr më të shpejt prapë kur kthehesh nga fasting, sepse është një gjë që ndodh edhe me njeriu kohën tani që agjerojnë për muajin e Ramazanit. Për Ramazanit. muajin e Ramazanit është pothuajse e njëjta gjë, sepse edhe në muajin e Ramazanit bien nga peshë se s'kan ku të shkojnë, se s'han gjatë gjithë ditës, sidomos të kenë edhe ndonjë punë fizike, atëherë trupi detyrohet që të ndrydhet edhe pak më shumë, që të harxojë të gjitha resurset e veta. Se dhjami vetë resurs është ekstra, energji ekstra. Po jo të jetë, domethënë një masë shumë të madhe. Pra ti nuk e rekomandon si gjë. Nuk është varet gjithmonë te qëllimi që ti ke. Nëse ti ke një qëllim që ti kërkon të dobësohesh, duke ndër pa bukë do dobësohesh, është se s'ke ku të shkosh. Po duke bërë na arrin, po s'është shëndetshme. Nuk është mund të bësh të njëjtën gjë, për shembull, sikur e the shumë bukur, që duhet leja brumrat, duhet leja çokoladat edhe patatinat edhe këto, shumë bukur mund ta bësh po të njëjtën gjë. Hiq patatinat, çokoladat, brumrat edhe këto, edhe fokusohu thjesht te ushqimet që janë të shëndetshme. Ushqimet që kanë shumë protein, proteinat ndihmon shumë që ti të humbësh peshën. Jo që duhet, domethënë, të rish me 1 kg mish. Gjes direkt dar, po. Gjes direkt dar, domethënë nga 1 kg mish të marrësh proteinën, por që të jetë një, domethënë, proteina të jetë pak më e lartë në dietën tënde. Kjo do të ndihmojë që ti të humbësh peshë. Po. Nëse ti nuk e bër aktivitet fizik gjatë kësaj kohe, do thotë që ke humbur edhe muskuj, ke humbur edhe masë dhjamore, sepse nëse do bëj edhe pak stërvitje, do ndërtojë masën muskulare, sepse ato bien që të dyja bashkë në momentin që ti nuk ke aktivitet. Po për masën dhjamore, ka ndoshta ndonjë truk ose diçka që ne nuk e dim që mund ta humbasësh më shpejt. Domethënë që ta heqësh masën dhjamore në ritme më të shpejta. Me psikologji e thon po e heq masën dhjamore, hiqu, po sikën, a kuptoj, hiqu. Viti po. Po. Në fakt ka disa metoda stërvitore, po themi për këtë pjesën se si ti mund të ndihmosh që të djegësh pak më shpejt, si mund të futesh më shpejt acidet yndyrore në trup, që të mbiesh pak më shpejt nga pesha, duke kombinuar ushtrimet me pesha që ty të harxojnë karbohidrate dhe duke bërë pist apo kardio, po them, për të humbur yndyrën. Por kardio duhet bëhet në një nivel që zemra jote mos e kaloj numrin normal të rrahjeve. Një numër caktuar rrahjesh. 555. Se nuk e dim se sa mund ta ketë, sa mund ta kesh. Është ndryshëm nga secili person, po. Është ndryshëm nga secili. Kështu që ti gjen atë idealen që e ke për vete. Në përgjithësi mjafton të kesh një orë ose një kompjuter në dorë, po them, edhe ta bëjnë vetë automatin, edhe tregojnë nivelin aerobik, anaerobik, kur je duke djegur, kur nuk je duke djegur, sepse është shumë e rëndësishme që ti të mbash një numër rrahjesh të zemrës të caktuar për të ndihmuar trupin që të humb yndyrën. Jo, qartë, domethënë, po sepse shoh shumë që dalin bëjnë vrap, edhe mendojnë se vrapi do t'i ndihmojë që të djegin të gjithë. Të dalësh të bësh vrap nga hiçi, siç shoh shumë që dalin nga liçeni, dalin ditën e parë edhe 2 javë nuk esin dot sepse nuk kanë mësuar me atë lloj ritmi. Filloj duke ecur pak, pastaj duke bërë pak vrap, sepse nuk janë në ritmin e atletit. Edhe ajo nuk ndihmon që ti të humbësh shumë shpejt masën dhjamore. Pra duhet gradualisht. Gradualisht, po. Dieta është shumë e rëndësishme në këtë, domethënë shkopi magjik në këtë rast është dieta. Është dieta gjithashtu. Nëse ti ke dietën të shëndetshme, do ta ulësh masën dhjamore. Dhjami nuk kthehet muskull asnjëherë, mos dalin domethënë këta që kthehet dhjami në muskull është e pamundur. Thjesht reduktohet si masë. Thjesht reduktohet masa dhjamore dhe rritet masa muskulare. Se ndodh për shembull plot edhe te palestra jon që janë ca që për një kohë bien shumë nga pesha, pastaj ruajnë, domethënë i shef po një lloj për një kohë të gjatë. I marrin direkte përsëri ato kilogram të humbura. Edhe i marrin direkte përsëri, por edhe në trupin e tyre ndodh edhe një diçka që fillon rritet masa muskulare, bie masa dhjamore, dhe ata ndoshta nga jashtë duke sikur janë nuk po pësojnë ndryshim, por në të vërtetë trupi është duke reaguar, duke ndryshuar. Po nëse do të merri si kozgjatje në muaj ose në vite për të formuar një trup që le themi i plotson standardet e bukurisë së ditëve sotme, sa do duhet? Domethënë normalisht është i ndryshëm se ti mund të jesh për një kohë të gjatë, mund të jesh shumë i shëndosh, mund të jesh shumë i dobët, të ke një qëllim tjetër, po le të kapem një mesatare të artë që sa muaj ose sa kohë mund të asnjë nuk është i njëjtë
në trupin e vet. Plus që këtu luan shumë edhe genetika që ti ke. Po. Sepse ka njerëz, domethënë trupi i njeriu, stomatotipet që ka trupi i njeriu, që janë 3, janë të ndryshme. Ke mezomorf, ektomorf edhe endomorf. Që disa janë që e marrin masën shumë shpejt, disa nuk e marrin vetëm humbin, disa që janë më të qëndrueshëm në peshë. Pastaj aty varet te qëllimi gjithsesili që e thash edhe më përpara. Ata që trupa që janë të hollë dhe të gjatë, dalin trupa më të bukur se ata që janë më të shkurtër. Është shumë motivuese kjo. Është edhe çështje domethënë është edhe çështje syri, që se si e sheh dikush, por trupat që janë më të shkurtër kanë më të thjeshtë të kenë ndryshime. Po. Të do them. Se në ndryshim nga trupat e gjatë kërkojnë kohë shumë më të madhe, sepse është vetë anatomia e trupit njeriu e ndërtuar që e bën më të lehtë për të plotësuar ndryshimet. Të shkurtërit, kurse të gjatit e kanë më të vështirë këtë. Po. Për sa ndryshime, që të shohësh ndryshime shumë të mëdha. Po mirë, për shembull për të thënë, pa një vit ndryshim drastik në trupin tënd nuk e bën dot. Sa do ishte për shembull si kohë, apo nuk mund thuhet në asnjë mënyrë. Irisi më çoi një video të bukur përpara ca ditësh, që edhe unë kam studiu pak një trend që doli në TikTok, ishte 75 ditë, po. 75 ditë. Domethënë aty janë diku te një sa i bie 2 muaj. 2 muaj e gjysmë, po fiks 2 muaj e gjysmë. Mirë, po këto 75 ditë nuk mbarojnë asnjëherë, nëse ti për një ditë nuk bëm të njëjtën gjë çdo ditë, domethënë. Nëse ti një ditë e prish këtë regjimin, kthehesh prapë nga dita 0. Do vazhdojnë ato 75-at, domethënë nuk do mbarojnë. E ka fjalën që duhet ta mbash regjimin shumë strikt. Nëse ti mungon një ditë, do kthehesh prapë te dita 60, do kthehesh komplet prapë te dita 0. Prapë te dita 0. Po, 75 ditë. Dhe kjo është domethënë metodë e mirë. Është metodë shumë e vështirë sepse duhet të kesh shumë durim. Mendoj që do dhe më shumë psikologji, domethënë do ta ngulisësh kokën që do ta bësh më tepër se sa dhe për kushtim fizik. Duhet të kesh shumë vullnet. Punë disipline pastaj, sepse ka plot ditë që nuk më shkojnë në palestër, por duhet shkoj sepse ma kërkon puna, ma kërkon edhe shëndeti, që është në fundit palestra është edhe shumë e rëndësishme për shëndetin që e tham, nuk është thjesht më ke dal në një pikë. Diçka estetike. O Iris, dua të të pyes ty sa kohë tu desh për shembull për të formuar një trup ose linja që desh në palestër? Unë fillimisht bëra të gafën që unë e përmenda, që mua një vjeçari i parë, më tepër 8 mujor shi i parë i palestrës, ka marrë rezultate shumë shpejt, sepse unë formën e kam patur gjithmonë të saktë. Nga që e marrë me sport më përpara, shumë e rëndësishme. Me basketbol, në mos gaboj, po. Me basketbol gjithë jetën time dhe formën e kisha të saktë të ushtrimeve. Dhe e kisha shumë më të lehtë për të marrë një formë dhe masë muskulare më shpejt se sa disa persona të tjerë. Është edhe ajo pika që përmendi Jamesi, unë kam patur genetikën, armën time më të fortë që këtë trup kam patur gjithmonë, si para palestres, si para basketbollit, unë e tillë kam qenë. Dhe 8 mujor shimi i parë më dha direkt efekt, por jo të mirë në syrin tim, sepse u bëra si pulko. Po. Më pas, unë e lash komplet palestrën. Mbas atij 8 mujori, ishte pushimet verore. 3 muaj, 4 muaj pushime pa patur asnjë aktivitet fizik. Aty unë dobësova. Unë nëse nuk shkoj në palestër dobësohem. Aty u dobësova dhe arrita që përveç dhjamit të pakët që mund kisha marrë nga mos bërja aktivitetet fizik, unë humba dha të muskulin që kisha krijuar 8 muaj. Dhe pas asaj kam shkuar rregullisht në palestër dhe që shikoj ndryshime dhe me trupin që kam arritur tani, besoj se për 3 vjet. 3 vite. 3 vite. Okej, domethënë interesante. S'u dua ta bëj për 3 muaj, po nice. Për ta bërë pas kam edhe unë se bëj shaka. Mirë, neve. Po. Aty ku preku dhe Jamesi, disiplina për të shkuar në palestër dhe si të gjesh disa mënyra që të frymëzoj ty dhe të çosh nga i krevat, ta lesh TikTokun me njan dhe të mos e do mbyllet tash. Të shkosh në palestër. Si të gjesh motivim për të ushtruar. Vendos objektiva të qarta. Objektiva se ku do ta nisësh ti dhe ku do përfundosh ti. Dhe diçka kryesore, mos e krahaso. Mos e krahaso kur trupin tënd me trupin e një personi tjetër, sepse nuk keni asgjë të njëjtë. Shërvurement. Po. Nuk e kam krahasuar kur se s'ka. Po hajde se ke parë. Jo, nuk quhet. Kam parë në TikTok, po, ndërsa rreth e qark në Shqipëri jo s'kam parë në asnjë vend. Ti je me trupin më të bukur në gjithë Shqipërinë, mraft pika, kështu. Motivo sot, rritë vetbesimin nga 1 shi në Iris, sa me vetbesim je? Vazhdojmë. Duhet të gjesh një partner në palestër.
që edhe nëse ti për ton sot të shkosh, të marrë dhe të thotë çau tani, me sekonda se Unë do duket sikur të ikim. ngatron më shumë partnerin e palesës, sikur të utosh duke bërë llafe dhe do mbasi koncepti. Unë shkoj me kushërirën time. Unë dhe kushërira ime jemi komplet dita dhe nata. Unë thjesht më intereson që kushërirat më marrin në telefon dhe të më thotë hajde në palestër, pasi kushërira ime më mban mua me muhabet, ndërkohë që unë bëj ushtrime. Mirë, balanconi njëra tjetrën. Dhe një gjë e fundit çfarë mund të jep për shembull për të motivuar për palestër? Që mos kërkoni rezultate të menjëhershme dhe mos demoralizoni nëse këto rezultate nuk i shikoni ditën e parë, javën e parë, muajin e parë, se do disa muaj për të parë rezultate. Që nëse nuk sheh rezultate, mos e ndërprit palestrën. Vazhdo se me kalimin e kohës do e shohësh. I duruari, i fituar me pak fjalë. Mirë, neve thamë në fillim që ti përpos palestrës ke edhe një pasion të dytë ose një punë të dytë, nëse mund ta themi më saktë, që merresh me guida turistike. Edhe ne jemi në Mars, e ke parasysh kur hyn Marsi që del ky dielli i parë ngrohtë, që vjen pranë vera, edhe thua jemi Mars. Marsi kalon shpejt. Prill, maj ikën, erdhi vera, më në fund erdhi ilaçi i çdo stresi, i çdo dhimbje të mundshme. Po. Si e prisni ju për shembull të guidave turistike, domethënë sezonin? A është në Shqipëri, se ti edhe më në brendësi, më voluminoz për pjesën e guidave një turizëm gjatë sezonit veror apo dimror? Për sa i përket pjesës së guidave, unë tani kam kthyer edhe pak më shumë primare, domethënë si punë që të punoj si guid. Ne jemi guidë specialiteteve të veçanta, pasi ka 3 lloje guidash. Kemi guida lokale, guida kombëtare dhe guida specialiteteve të veçanta. Ne nuk merrem me pjesën e kulturës, historisë të vendit, merren këto 2 guidat e tjera që janë shohin muze, kalat të ndryshme, historinë e një qytetit, të një vendi. Këta merren me këtë pjesë, kurse ne merrem shumë me aktivitetet rekreative, fizike që kemi që ofrojnë në Shqipëri. Unë për veten time kam 3 vite eksperiencë si guid turistike, edhe si guid e specialiteteve të veçanta. Edhe ne ofrojmë shumë disiplina, jemi vetëm me kompani që ofrojmë kaq shumë disiplina, sepse punojmë gjatë gjithë vitit. Ne fillojmë sezonin çik herët, me thënë drejtën, se fillojmë që në fund të marsit, ne hapim sezonin. Çfarë bëni tani? Ne në fillim të marsit bëjmë kryesisht, domethënë me që fillon edhe sezoni verës më shpejt për ne jemi më të fokusuar tek zhytja, tek kajaku, stand-up paddle që janë canyoning. Jo, ideja është që Shqipëria me të vërtetë është një vend që ndoshta po ta kapësh si përfaqe, është e vogël, por ka një turizëm shumë të larmishëm. Kemi malin, kemi edhe detin. Po. Sepse siç e përmenda, jemi fikse, jemi të bekuar. Sepse siç e përmenda, ne kemi plot disiplina që gjatë verës ne fokusohemi më shumë te këto, ndërsa gjatë pjesës tjetër, gjatë vjeshtës edhe pranverës ne kemi turet hiking, trekking, off-road ose ture me bicikleta, shfrytëzohet mali. Gjatë dimrit kemi skit. Gjatë verës pastaj është sezoni pak më i gjatë sepse jemi gjatë gjithë kohës aty, edhe duke qenë se Shqipëria vetë ka profilin pak më të theksuar drejt verës, sepse plazhet e bukura, edhe veriu është shumë i bukur me lumenjë dhe me si jugu. Jugu është tjetër gjë. Shiko, ç'është perceptimi është sepse me thënë drejtën varet nga njeriu. Nga njeriu, nga syri njeriu. Nga njeriu, unë jam gocë deti dhe jugu për mua është Shiko, mund t'ja duash plazhin shumë, po një 3 ditë në vit në veri ose një fundjavë në veri, në mal, në ajër të pastër, në ato bujtina që domethënë njerëzit i kanë kthyer nga shtëpitë e tyre për të pritur misht, është diçka e mrekullueshme. Edhe kanë kthyer edhe një pjesë përfitimi për veten, sepse nuk është asgjë e keqe. Po shumë mirë, është diçka shumë mirë. Është për të gëzuar që në Shqipëri realisht domethënë turizmi përposi diçka që për të thuar po ne si vendas ose brenda nga një qytet në tjetrin, po shiko dhe si mundësi për të pasuruar popullin dhe realisht ka njerëz që i shfrytëzojnë shumë mirë, siç ishte te rasti i bujtinave. Po, që ndodhe dhe janë shtuar shumë, po edhe kjo është një gjë e mirë, sepse nëse shohim numrat e turistave sa shtohen nga viti në vit, Shqipëria, të themi drejtën, nuk është i përballon. Unë jam në kontaktin e parë me turistat, me klientin, po them, dhe e shoh që janë të pakënaqur sepse ne nuk e plotësojmë dot infrastrukturën. Nëse ne flasim për jugun, që edhe më pëlqen shumë edhe Irisit, jugu nuk ka, po them, hotelet mjaftueshme, po them nuk ka dhoma mjaftueshme për të pritur gjithë këta njerëz. Domethënë ata janë nga një vend në një tjetër duke lvizur edhe duke të mos gjetur dot hapësira.
A thua, Shiko se këtu është e pak gabimi i njerëzve, sepse ti kur shkon për të thuar diku se ne e duam të shkojmë dhe pa rezervim. Tani ti duhet pronotosh sepse kohët e fundit po merr shumë komercialitet. Për shembull Jugu, ndjes që ta mbaroj, në shumë revista dhe botërore ka dalë për shembull quhet Ksamili, ka qenë vetë një gazetare nga Anglia, mos gaboj, që e bëri Ksamilin Maldivet e Europës. Dhe po merr një komercialitet shumë të madh dhe patjetër që të gjithë vërsule. Ksamili është shumë i bukur, por Ksamili abuzohet me çmimet, abuzohet me kudo në jug janë këto abuzimet që po thua. Ksamili është diçka tjetër, se të gjithë klientët që na vinë më përpara nga Saranda, edhe vinë Drimada, aty ku ne kemi Adventure Pointin, nuk janë të kënaqur me Ksamilin sepse si mund të jesh komod ti në një plazh ku unë shkoj për pushime dhe më afër kam, domethënë komshiun se sa kam, domethënë personin që në krah, domethënë është domethënë aty është zero privatësia, duhet të flasësh me mesazhe se një muhabet se bën dot është një fluks shumë i madh sepse fluksi shumë i madh, po edhe abuzohet shumë në ta marrësh si parim, domethënë kur e di që janë ngjitur etj, do thuash që okay, njerëzit shkojnë, po njerëzit po ngulmojnë shumë sepse edhe ndoshta neve mund na duken shtrenjtë, po kur vin njerëzit nga jashtë ju duket shumë lirë dhe vërsulen. Mua më kanë thënë Shqipëria jashtë është, më fal ta ndërpreroj, po Shqipëria jashtë është shitur e lirë. Po, domethënë ky është lloji marketingut që ne e kemi promovuar Shqipërinë. Nëse ti bën një llogaritje shumë të thjeshtë, Shqipëria jugu mund të jetë i shtrenjtë për shqiptarët, por për të huajt nuk është gjë e shtrenjtë sepse për ata është nëse ne këtu e shohim shumë rrogën, po them 1 milion kush e ka rrogën 1 milion, thotë shumë, për ata është e papërfillshme fare 1 milion. Po them 1.000 euro në muaj. Unë do thoja që fjala i ka ngelur dhe nami ka ngelur që shumë se të them të drejtën nuk është kur bosh. Kur? Jo, asnjëherë. Jam plot. Gjithmonë ti nuk ke vende, s'është një kërkesë shumë e madhe. Të kesh aq më shumë. Ka marrë vesh gjithashtu për shembull, sepse unë në shkollë kam disa njerëz që vinë nga rrethë, për shembull nga Saranda, dhe realisht ka njerëz që vinë në momentet që ne flasim në mars kanë hapur sezon në një farë forme. Okej, nuk është ai fluksi i madh, por realisht domethënë kanë shkuar në Saran njerëz që vinë nga vende shumë të ftohta bëhet fjalë dhe vinë dhe lanë në det si të jetë qershor, se ç'bëjmë ne me korrikun e me kushtin. Nuk ka aq shumë sa çka në këto muaj voluminos, por që si thua po nis sezoni që në mars. Ka nisur sezoni. Edhe është ka një shtrirje shumë gjatë sezonit turistik, sidomos ai veror mendoj në Shqipëri dhe kjo është më tepër gjëja më e lezetshme. Sezoni veror për ne, të paktën duke qenë se ne fillojmë kaq herët, do të thotë që ne kemi kërkesë për të shkuar edhe për të ofruar shërbimet tona. Promotojnë që tani njerëzit për të shkuar në plazh. Promotojnë që tani edhe jugun në përgjithësi, po ti ke edhe Durrësin. Kur isha para disa ditësh e pash edhe Durrësi kishte plot njerëz. Do të thosh që janë nga Tirana pjesa më e madhe, shkojnë shfrytëzojnë fundjavën, diellin edhe këto. Po jugun e ke plot me tuaj dhe është që në mars që fillon jugu është plot me njerëz tuaj. Edhe kur të gjitha mbyllen, ne jemi akoma aty që vazhdojmë edhe në tetor edhe disa ditë nga nëntor. Që jemi gati deri në dimër pak a shumë. Aty është plot me njerëz prap, me njerëz që janë nga vendet e ftohta kryesisht, se janë ata që vinë nga vendet Suedi, Norvegji, Gjermani, që janë nga këto vendet këtej. Po është ndryshe në momentin që ti ka njerëz edhe gjatë asaj kohe, domethënë është plot gjatë gjithë kohës, ka qarkullim, ka lëvizje. Po është ndryshe kur shkon për të konsumuar një kafe, një drek ose qoftë edhe pa konsumuar asgjë, thjesht jesh prezent të kesh afër detin dhe diellin, dhe është ndryshe për atë gjën që po thonte Revi që ka nisur plazhin që futen në ujë dhe tani. Unë më vonë se sa këtë fundjavë kam qenë edhe në Vlorë dhe Vlora dhe Palasa ishin mbushur plot me njerëz që ishte deti plot. Ishte si në mes të qershorit. E di çfarë më dhe mua kur e mendon, sepse për shembull ne jemi një vend i vogël dhe domethënë pikërisht domethënë turizmi, se ky sektor domethënë në vendin ton, aq më tepër ai veror, jo sa ai dimror ose malor ngelet mbrapa, më kupton se kemi Alpe shumë të bukura të mrekullueshme, nuk ka domethënë si Alpet tona, të shkosh një herë në Valbon Tropoj ose në Thet, domethënë kënaqesh, mbushesh me ajër, mbush shpirtin. Janë prap shumë njerëzit edhe kompanitë që i ofrojnë këto shërbime. Sepse duket sikur unë do bëj antireklam për kompanitë të tjera, po të flasim drejt, kompania ku unë jam duke bashkëpunuar, Albania Adventure, është e para në Shqipëri që ofron këto shërbime të sporteve të aventurës, që është domethënë gama më e gjerë e të gjitha sporteve, shumë sporteve, se ne nuk bëjmë vetëm rafting edhe paragliding, që ke qef ti të fluturosh me parashut nga aty. Pastaj pjesa tjetër ishet një guid kulturore, mund të shkoj të bëj edhe ai hiking, por nuk mund të bëj hiking ai sepse nuk është i licencuar për atë punë. Ndërkohë që unë kam investuar shumë për të marrë këto certifikime, edhe është një shkollë në vetë edhe ajo. Sepse ti duhet të mësosh si ti përballesh çdo lloj situate, sepse nëse ty të ndodh një diçka, siç ndodh shpesh kur vjen vera, dëgjojmë që humb një, thyen këmbët një,
Po. Vdes një Pra me pak fjalë njerëz mos bëni zgjedhjet e gabuara me guida turistike, po shkoni aty ku duhet. Profesionalizëm, po, duhet të jetë i licencuar, duhet të ketë edhe një farë eksperiencë. S'mund të dalësh ti të mbash një grup me 10 persona i vetëm kur s'ke fare eksperiencë. Ti se sheh rrugën. A ndodh një për shembull ose se ta ndërpreva Iris. Po, jo, vetëm këtë është e shkurtër. A ndodh për shembull të njëjtë zonat veriore që dalin dhe kafshë egrat para nga kurioziteti? Mua më kanë thonë që po, dalin, po nuk ju bëjnë që turistëve. Dalin, po nuk është ndonjë rrezik i madh. Nëse nuk e ngasmon, nuk ngasmon, kjo është e sigurt. Po, pa zgjar për unë. Falë se ta ndërpreva Iris, vazhdo tani. Tash e harrove. Jo, më erdhi zgjarpi në mend edhe. Siç po thosh, po. Këto grupet e njerëzve, më së shumti të ke patur grupe turistash të huaj apo grupe shqiptarësh? Po, ne kemi me statistikë janë mbi 70% të huaj, që ne kemi më shumë të huaj. Sepse shqiptari, akoma në kulturën e shqiptarëve nuk është kjo që të vinë me pushime dhe të bëjnë aktivitete të ndryshme. Jo, shqiptari ka kulturë të shkojë a shteti dhe të eksplorojë vendet e tjera, po jo vendin e vet. Kjo është shumë për të ardhur keq. Si ka mundësi kur vendi jon ka kaq shumë perla dhe ne prapë tendojmë për t'i kur jashtë. Po unë shoh ata që kam afër, ku punojmë ne të shetëllonë ngjitur, domethënë nga 2 akrat. Andej ka folia. Andej te folia është tjetër se ne thjesht mund të bëjmë një day trip nga jala në GPS, se pjesën më të madhe domethënë gjithkohës jemi në Drimadh. Edhe kur shoh domethënë nga të 2 akrat njerëz domethënë që pjesa më e madhe janë edhe shqiptarë, ata që janë rinë jashtë dhe vim kalojnë pushimin në Shqipëri, nuk është e marrin mundimin që të vinë bëjnë ndonjë nga aktivitetet. Nuk e kanë këtë kuriozitetin e tepruar, po. As kulturës, domethënë, t'i japin mend për diçka që s'e kanë provuar asnjëherë, domethënë kjo është sepse po për shembull dhe kohët e fundit ti kanë përshtypjen që duhet ta kesh dëgjuar, duke qenë se edhe i fushës u bën një panajër më duket në Berlin, edhe që ishin me këto vendet e Europës, mos gaboj se vende nga bota që domethënë panajër mirë filmo reklamoni se këto në turizmi vendet e tyre dhe ne dolëm shumë mirë. Dhe më vjen i naçi për shembull që Shqipëria nuk ka fare marketing të mirë sa i përket turizmit. Domethënë nuk e di, a duhet ja lënë në dorë gjeneratës Z dhe të bëjë magjinë e tyre me rrjetet sociale se kjo është bota e marketingut sot. Nuk është thjesht bota e marketingut, sepse ai marketingu që mund të bëhet domethënë marketingu i mbrapsht, po them që mund të bëhet prap gojë në gojë dhe të bëhet marketing i keq. Ai në vend që të cilë ti 2 klienta të rinj, siç na ka ndodhur ne që dikush ka dalë i kënaqur nga shërbimet tona, ka sjellë shokët e vet vitin tjetër ose ka sugjeruar shumë të tjerë që kanë ardhur te ne dhe kanë ardhur që ne na ka sugjeruar, domethënë një person, po them na ka sugjeruar Po jo, e kuptoj thelbin ku e nga vjet. Ndodh shumë që marrin edhe këtë antireklamën. Domethënë fiton 2, humbet 5. Ndodh shumë sepse nuk ka seriozitet në punën që bën. Për shkak kohë nuk ka seriozitet, nuk i ofron shërbimet si duhet. Jo, unë kisha në këtë prizëm që mos ta kapur domethënë specifikisht në një guidë turistike një agjenci të saktuar. E kisha për gjithë Shqipërinë, domethënë si vend, ideja është që nuk e di, ti shikon një video të Romës 15 sekonda në TikTok dhe thua, "Ua, dua të shkoj këtu." Dhe ne në Shqipëri nuk e kemi këtë për Shqipërinë, nuk ka një marketing të mirë. Vitin e kaluar ne kanë bërë marketingun hollandezët pa dashje, pa lek. Domethënë ka ardhur shumë mirë për ne sepse në Holland jepeshin një mision me një sfidë që disa të rinj shkonin në një vend të botës edhe këta duhet bënin disa aktivitete të ndryshme. Edhe ata erdhën në Shqipëri kanë bërë aktivitete, kanë bërë po me ne. Aktivitete të ndryshme, qoftë scuba diving, qoftë kajak, qoftë canyoning, climbing që i ofrojmë ne. Edhe kanë kapur video të bukura, kanë kapur momente të bukura nga këto, edhe po them kishin kapur një vend goxha të mirë sepse nuk ishte domethënë diçka shumë e bukur edhe ata që ishin duke e vlerësuar nuk ishin duke kuptuar se nga po vinte. Kur doli më mbrapa që ishte Shqipëria vendi ku ishin zhvilluar këto aktivitete, pati një boom. Edhe në vit kemi pasur shumë turista hollandezë. Edhe të gjithë vinin me këtë domethënë ose kanë qenë të frymëzuar nga dikush që ka ardhur një vit më përpara ose kishte pak temën. Po, edhe pak si trend. Tjetër unë gjë që nga një anë gëzojmë se na ka bërë të famshëm, por nga ana tjetër shikojmë shumë dëme të tjera. Shumica e personave që kanë ardhur të influencuar për Shqipërinë nga TikToku janë ato persona që vinë për camping dhe janë ato persona që nuk harxojnë asnjë lek në Shqipëri. Po, kjo ndodh shumë. Vetëm të prishin punë duke hedhur mbeturinat saktë sa ande dhe vetëm të ndostin.
Të vish në pushime përgjithësi pa huajt lek, e të kanë- kesh çdo veshje në një çantë përpara, një çantë mbrapa, të eksplorosh Shqipërinë dhe Tash mos e gjyko atë ti se camping është sport në vetë dhe lum ai që e Jo. bën se super shijon. Nuk e kam fjalën Po, camping. ti e ke që të ndosin vendin. Tamam, ndosin vendin dhe kjo është diçka që është bërë shumë trend në TikTok, me sa mbaj mendon nga vera e kaluar. Po si trend për ndotur vendin? Jo, po them, si gjë që të vish për camping në Shqipëri, vinën të huaj pa fund, pa një hotel, kaloni natën sa këtu sa andej, vetëm mjafton të kishin një çadër që e ngrinin vet. Rroba pa fund para mbrapa dhe nuk harxojnë asnjë lek as për ushqim, as për fjetje, as për larje, as për plazhin. Jo, e kuptoj, po sepse ne vetë marketojmë Shqipëri si një alternativë shumë low cost për të ardhur për të shpenzuar pushimet. Megjithatë, nuk e di nëse ju keni ndonjë gjë të fundit për të thënë, ne duhet të ngulmojmë fort e fakti që promovojnë në Shqipërinë se një super duhet, turizëm, gjithë ato perla gjunaf mos një t'i njohë gjithë bota. Do promovohet me kalimin e kohës, sepse edhe shumë nuk mund të përballojë Shqipëria një fluks shumë të madh turistësh, sepse nuk mund t'i ofrojmë të gjitha ato shërbime për një kohë, për një vend që Është ende i vogël dhe për një zhvillim e kohë- për një sipër. kohë shumë të shkurtër ka pasur shumë zhvillime. Po. Po ato që Edhe kemi në ti qoftë se- zotërojmë edhe siç në duhet qoftë se pak. disa gjëra nuk janë duke shkuar si duhet me Shqipërinë, prapë ne duhet japim vetes kohë sepse jemi vend akoma i ri. 30 vite sepse po ndryshojmë nga një, domethënë Nga një sistem në tjetrin e tjerë dhe janë shumë gjëra që duhen parë. Por jemi në hapat e dur, besoj. Janë disa breza që po përsërin një ndryshim që ata u përgatitën për luftë, ndërkohë që nuk e dini që duhet prisnin turista edhe se si duhet funksionon. Besoj që te sektori i turizmit më shumë se kur do tjetër jemi në hapat e duhur. Duhet punojt me profesionalizëm. Po. Tjetër një pyetje tjetër para se të arrijmë Ta mbyllim se jemi në limite. Po. Destinacionet më të kërkuara dhe që ti sugjeron për të vizituar këtë verë. Shkurtimisht vetëm me emra, pam. Jugun apo veriun apo në përgjithësi gjithë Në Shqipërinë. përgjithësi Ku gjithë duash ti? Shqipërinë. Po e fillojmë nga sipër. Ta fillojmë me Thethin, me Valbonën, që mund të bësh hiking edhe mund të kënaqesh shumë. Pastaj nëse dikush ka eksperjenca të mira dhe ka shef edhe pak më shumë aventurën, mund të bëj edhe climbing ose mund të bëj kacavjerin në zonat e Nikaj Mërturit, që mund t'i bëjmë bashkë. Mund të kalojmë pastaj zbresim pak nga Shkodra, pak nga Kruja për të parë edhe kalat edhe monumentet e kulturës që janë në Kalot këtë e vende. jugut tani të lutem. Kalojmë nga jugu, Prit, bëjmë dale. skip edhe kalojmë edhe në Tiranë ku edhe këtu mund të shohim disa gjëra të bukura edhe pak histori. Pastaj kalojmë zbresim poshtë në jug. Fillojmë nga Vlora edhe andej. Pastaj është çështje preferencash. Vlora është shumë e bukur. Unë Drimadhën për veten time nuk e ndroj me ndonjë nga vendet e jugut, me ndonjë nga plazhet e tjera. Palasa është e mirë por shumë e shtrenjtë, Drimadha është shumë e mirë, Dërmiu është i mirë, Jala është e bukur, Gjipeja për ata që janë me ato çantat që duan të eksplorojnë, mund të eksplorojnë Që Gjipen. kanë shpirtin e aventurës çik më Mund shumë. të rinë në Gjipe, mund të flinë Dhe ato me tenda. shpellat e pazbuluara janë. Po edhe Perla. shpellën e fiqve ose të plumbave ndryshe, shpellën e sirenave, shpella e piratëve që është shumë e bukur Po, gjithashtu. Shumë e në bukur. Karaburun mos ka bëj. Apo Sazan. Është shpella e Gjithë piratëve është jugu ka në shpella Dërmi. të Ka pazbuluara. plot. Karaburun ose Sazan ajo që nga ndërmia i gjeta fiks fare. Nëse me pak fjalë njerëz, nëse dhe ju Komplet jugu është i Po, bukur, pastaj ku dini nga këto perlat e pa ekspozuara dhe të bëra jo komerciale fare si Drimata Dërmiu që megjithëse janë shumë bukura, po i njohim gjithë, diçka që është më në brendësi që ne nuk e dim. Na lini nëpër komente sepse një sezon i flakt turistik veror po vjen dhe do duam t'i dim të gjitha. Ne po e mbyllim këtu për sot shqimit premtën e ardhshme dhe shumë thank you për intervistën sot. Ishte një kënaqësi. Shumë faleminderit Shumë juve, ishte kënaqësi. faleminderit James dhe të gjithë juve që keni dëshirë të bashkoni në tavolinën tonë herën tjetër ose kur do. Thjesht mjafton të na shkruani dhe për të ndarë dhe ju eksperiencat tuaja personale. Gjithashtu së fundi mund të na gjeni edhe në Fiber. Shkarkoni Fiberin sepse më shumë se sa thjesht një aplikacion ku mund të shikoni një sër podcastesh, ju vetë mund të fitoni sasi të konsiderueshme lekësh. Dhe në ekonominë e sotme do ju duhet. Mirupafshim njerëz. Puthim.